1 tetori shënon nisjen e muajit të sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, i njohur ndryshe si tetori roz. Ky muaj i dedikohet ndërgjegjësimit, kontrollit dhe parandalimit të një prej sëmundjeve më të përhapura te gratë. Ekspertët theksojnë se diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Mbi 90% e rasteve të kancerit të gjirit janë të shërueshme nëse zbulohen në fazat e para. Për këtë arsye, thirrja që u drejtohet grave dhe vajzave është e qartë: bëni kontrolle rregullisht. Institucionet shëndetësore në të gjithë vendin, nga ambulancat dhe qendrat shëndetësore tek mamografitë e lëvizshme dhe spitalet, ofrojnë mundësi falas ose të lehtësuara për vizita, kontrolle dhe ekzaminime mamografike. Diagnostikimi i hershëm është baraz me jetë, theksojnë specialistët, duke apeluar sidomos tek ato gra që kanë pasur raste të afërta me kancer gjiri në familje. Mesazhi është i thjeshtë: nëse nëna, motra apo një e afërme ka kaluar kancer gjiri, është thelbësore që edhe pjesëtarët e tjerë të familjes të kontrollohen. Tetori roz nuk është vetëm një muaj simbolik, por një kujtesë e fortë që parandalimi dhe ndërgjegjësimi janë armët më të forta kundër kancerit të gjirit. Me sensibilizim, kujdes dhe kontroll të vazhdueshëm, kjo sëmundje mund të mposhtet.